Kur mos I fusni ushqimet e nxehta në frigorifer, ja pse. Frigoriferët janë të mirë për t'i mbajtur ushqimet e ftohta, por nuk janë shumë të mirë për t'i ftohur ato. Pra nëse keni një pjatë të vogël me ushqim të mbetur, nuk ka asnjë problem ta ruani duke e vendosur në frigorifer. Por nëse keni një tas me salcë domatesh të sapo gatuar, vendosja e saj në frigorifer nuk do të ishte diçka e zgjuar. Vendosja një sasie të madhe ushqimi të nxehtë në frigorifer bën që I gjithë frigoriferi të ngrohet dhe krijon një mjedis perfekt që mikrobet të rriten brenda frigoriferit. Për t'i mbajtur ushqimet të sigurta është e rëndësishme që ato të mos arrijnë temperaturën ndërmjet 4 gradë dhe 60 gradë Celsius, një gamë e quajtur zona e rrezikut, sepse në këto temperatura bakteret shumohen më shpejt. Ju mund ta lini ushqimin e nxehtë të ftohet jashtë frigoriferit dhe ta kontrolloni me ndihmën e një termometri ushqimi.